Kafshimi i thonjeve nuk është ves, por është rrezik. Qindra e mira mikrobe fshihen në thonjet e njerëzve. Thonjet janë vatra edhe foleja më e përshtatshme e mikroorganizmave. Tash imagjinoni çka ndodh nëse ne e luajmë rolin e briskalicës dhe i kafshojmë thonjet. Fillimisht dëmtohet lëkura rreth thonjeve, dëmtohen gishtrimet. Më pas, mikrobi që quhet Staphylococcus aureus futet në gojë e nëse gjen terren të përshtatshëm, fillimisht e dëmton mishin e dhëmbëve, pastaj zinxhirin vargor për të dëmtuar edhe organet tjera të tretjes, derisa të shkaktojë infeksione të shumta edhe dhimbje të fuqishme të barkut. Natyrisht, për krejt këtë punë, mikroorganizmave ju duhet kohë, por gjithçka fillon me një kafshim të thojit. Një zakon që duket i parëndësishëm, por që ka pasoja jashtëzakonisht shumë të mëdha. Në gjuhën mjekësore, ky zakon quhet onikofagji, domethënë ja kanë lënë një emër të veçantë për shkak të dëmeve të mëdha që i shkakton. Ndoshta ju edhe mundeni me injoru, por trupi juaj një ditë do ta paguan shtrejt. Nëse jeni i rritur dhe e keni zakon të kafshoni thonjet, mundohuni që këtë zakon gradualisht ta largoni nga vetja për ta ruajtur shëndetin tuaj. Ndërsa nëse keni ndonjë fëmijë ose të afërm të vogël që e ka zakon kafshimin e thojve, mundohuni t'i ulëmtoni faktorët çka po e nxit atë fëmijë ta bëj këtë veprim. Mos i lejoni këto mikrobe të zhvillojnë betejë në organizmin tuaj për t'ju dëmtuar. Ndërsa fraza i kafshon thojt se i mungojnë disa vitamina, që është mjaft prezente në shoqërinë tonë, nuk është e saktë dhe nuk qëndron.